E kam ngritur edhe në instancat parlamentare dhe në komisione çështjen para 4 vitesh, që në fillim të mandatit për shkak të pozicionit që kam pa, për shkak të politikave, për shkak të kodrave që ka vendos kryeministri, pastaj për shkak të strukturave politike të vetëvendosjes që ka ndërhyrë direkt që po përgatitet një terren jashtëzakonisht i rrezikshëm për konsumatorin tonë, për ekonominë tonë, për energjinë. Kjo ka rezultuar me 3 herë ngritje çmimesh pas një analizë, pas një studim, pas një planifikim, por me diktat politik. Kemi ndarë dikon rreth 500 milion euro në vitin e parë për t'i mbuluar ato, pastaj vitin e dytë se ka bën kush llafat punë më dhe sot konsumatori pagun gjitha ato. Tash në këtë vit, në 10 orë miratohet plani, që lidhasht miratohet plani i përgjithshëm i prodhimit dhe konsumit për vitin 2025, është dashur të miratohet në 8-9 2024, është miratu në fund të këtij viti. Pra pasi është realizuar dhe një sektori ton ka punu, ka prodhu, ka tregtu, ka importu pas një plan. Dhe në fund për të mbulu krejt kjo, këtë ky biznes i palitshëm, me dam, do thotë miratohet plani i vitit që dashur miratohet pranë viti. Sidoqoftë, janë 100 milion euro, e cila në prag vitin e kaluar u dasht të analizohen mirë planifikimi për këtë vit, janë mshef, janë abrogu nga zërga e regulatorit dhe nga instanca tjera të Ministrisë e Ekonomisë me presion politik, edhe këto kosta operacionale tash do të bartën në pranverën e vitit të ardhshëm. Do të kemi një ngritje çmimit sipas analizave të fundit që kanë bërë mbi 20%. Qeveria mund të ullë, qeveria ardhshme mund të ndikoj, po domin do të paguajnë prapë qytetarët. Dhe veç është përgatitur skema e ngritjes edhe një herë të çmimit në mars-prill vitit të ardhshëm. Kjo skemë organizative, menaxheriale e kësaj qeverie definitivisht ka kupol, ka hierarki, ka menaxhment lartë, si me gjithë sektorin dhe domosdoshmërisht, unë kam thënë edhe herën tjera, kjo është kupol korruptive, menaxheriale, mafisë energjetike, të cilën në Kosovë nuk mund të punoj pa lejen e kryeministrit Kurti. Dhe pa këtër të tij që i ka, edhe në KEK, edhe në ZRE, edhe në KOST, edhe në kompani të tjera të cilat tashmë janë legale që kanë pronar në kabinetin e tij, ish ambasador e ambasador, e që sot kryeministri i menaxhon të gjitha këto, pra kupola e mafisë energjetike në Kosovë është kryeministri Kurti.